Vazhdon kaosi në trafik si pasojë e parkimit paralel në Tetov. Këto pamje që po shihni vazhdojnë të jenë përditshmëri, ndërsa situata pritet të përkeçohet me ardhen e mërgjimtarëve gjatë sezonit të verës, nga data 1 janar deri më 13 prill të këtij viti. Në sektorin për punë të brendshme të Tetovës janë regjistruar 1300 gjoba për parking paralel dhe parkim në vend të gabuar, por megjithatë, kjo si duket nuk e ka zgjidhur problemin. Përveç gjobave, shërbimi komunal i Merimangës ka ngritur mbi 1000 vetura për vetëm këto 3 muaj. Sa i përket çështjes së keqparkimeve në rajonin apo në qytetin e Tetovës, pjesëtar të policisë të stacionit policor për sigurinë në trafikun rrugor, gjatë këtyre muajve, pra 3 muaj e gjysmë gati të kaluar të vitit 2026, kanë shqiptuar diku rreth 1300 gjoba, sa i përket keqparkimit, kurse shërbimi komunal i Merimangës ka ngritur mbi 1000 automjete, për të cilat janë përgatitur parashtresa përkatëse dhe shoferët do të ballafaqohen me gjoba. Apeloj direkt te qytetarët të kenë kujdes se ku i parkojnë automjetet e tyre, të mos i parkojnë vende pa vend për arsye se mund të bëhen shkas apo arsye për dëmtime më të mëdha, për arsye se siç e dini edhe vetë, në komunikacion shpesh din televizin apo të cirkulojnë edhe automjetet në përparësi kalimi, siç janë ndihmë e shpejtë, automjetet e zjarfikësve, ushtria, policia e kështu me radhë. Por qendra e qytetit nuk është i vetmi vend ku shoferët e pandërgjegjshëm bllokojnë rrugën, edhe në pjesët tjera të qytetit na përsëritet i njëjti problem. Përveç ngadalësimit dhe ngulfatjes së trafikut, sfidë në vetë është edhe kalimi i ndihmës së shpejtë, kalimi i zjarfikësve dhe i policisë në përlagjet me rrugë më të ngushta në periferitë të Tetovës. Ekipi i televizionit Koha para disa ditësh qëndroi edhe në transportin publik, ku pam nga afër se si shoferët e autobuseve përballen me vështirësi në bllokim të trafikut, pikërisht për shkak të parkimit paralel dhe të parkimit të veturave në vendet e parapara për ndalim të autobuseve. Ndërkohë dhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, para disa ditësh i tha televizionit Koha se është i vetëdijshëm për problemin me parkimin paralel, nga ku paralajmëroi se komisioni i formuar nga ana e komunës së Tetovës pritet që së shpejti të japë zgjidhje duke trafishuar numrin e parkingjeve për vetura dhe duke intervenuar në ndryshimin e regjimit të komunikacionit në disa rrugë që paraqiten si më problematike. Deri në zgjidhjen e këtij problemi, Kasami u bëri apel qytetarëve që të kenë kujdes dhe të mos pengojnë qarkullimin e lirë në Tetovë duke u parkuar në vende jo adekuate. Kujtojmë që mungesa e hapësirave të mjaftueshme për parking, parkimi paralel, parkimin e trotuarit dhe hapësira të gjelbërta, si dhe parkimi i veturave në vende jo adekuate, është premtuar si zgjidhje për vite me radhë nga të gjithë kryetarët e komunës së Tetovës. Megjithatë, deri tani nuk ka asgjë konkrete.